Si, është kryeministri i vendit, nuk është pak figurë. Po më përgjigjet edhe shumë raste të tjera. Unë s'po besoj për veti. Që kënë publiki, unë për veti, jo po besoj ne, unë ju për veti. Çka do të bënë për me besu ti? Më ne kallëzua, ki telefon burë më veti. Mësu i ku fshinj tash, mësë banë. Dëgjë, për hir të asaj, për hir të opinionit që vërteta ne mendojnë se Sadria ka me drejt, kur po thotë se nuk besoj që komunikon me kryeministrin Kurti, unë po do më shpalus, ama jo në tërësi bisedën. Hajde. Po një pjesë. Hajde s'po të besoj, unë era të rrit po. Unë alo s'po besoj. A do të më kthyn nga kamera po? Ka kamera. Kështu. Se mund është kamera, po. Vetëm pak të gjeti të biseda. Vetëm shkojnë të biseda me Albinin. Nuk e di pse po se asë shumë probleme. Okej, të lipi këtë. Kjo është pro biseda që kemi me Albin Kurtin. Edhe po ta gjetë mesazhin e njëjtë që kesh postin në fund. Hajde. Po se pas ke plot biseda. Kjo është mesazhi. Për cilën të edhe e kesh postin në fund. Lartë është numri i kryeministrit. Po, Edhe është diçka normale. A ka biseda tjera, zguxoj me lezu. E që ke biseda prit, se që ato jenë ato. Një bisedë tjetër me Vjo Osmonin, orime 29 ore, orimet më të mira dhe për ju. Qysh me dhe me këto ke fulla? Të gjeni e ma. Po është president e vendit tonë, nuk ka diçka të keqe. A ki edhe që të mesazh? Po e kam edhe këtë mesazh. Po në këto e kom morë të Vebi Kajtozi për parat se e kom morë, bilen një titull e kish po skandalioz. Të ai patrioti. Ha e kia? E kam edhe ato. Hajde. S'po besoj ore, po ta këshyrme. Ti s'po beson që këto është... Bile Shkja kaftu. Kemi edhe ajo është biseda para fundit, sepse kemi edhe një moment kur ja kanë bërë një montazh edhe presidentes. Edhe unë kum lajmëru që është bërë një montazh ndaj saj. E një me pu, bravo. Dorë të kiti për Albertit. Albert, kjo fatë që dul Albin Kurti me fuqiqe me këta normalisht është montazh burr. Ndëgjë, unë po them që jemi në prag të një lufte pa drejt në rrjetet sociale, ku tash ka hyrë në fuqi edhe kjo mënyra e programet inteligjencës artificiale, por sot po bëhen montazha që vërtet besoj që neve nuk na bëjnë. Dojnë pikëru se jo për qeverisë. Po sigurisht, bojnë montazha që ti nuk e pretes, kur ke që ke t'ja puthën e durës. Po, e që kam puni për shtypje emrin, djallit ja kështë Elon Albin, apo në me, a? Pas 6 vitesh martes, më ka falë zotin e djallë. Bravo, urime. Edhe me qenë se e kemi diskutu se e kam edhe 2 vllazën të vdekur, se cilët më janë marrë emrin, unë pak jam shku në atë aspektin që mos t'ja për të një emrin vllaznive, përderi so janë prind gjallë, ndoshta edhe preken emocionalisht, edhe mëse s'kum prit me vendos emrin për mu më të mirën në shqiptari Albin. Albin ja ke lënë djallit emrin? Me plot zemër. E më bën më të liçi ka le view sa de jun. De juna. Me ojli. Edhe de juna edhe views për mu nuk prish fund. E de juna s'ka. Për të dyja. Se ti vetë vendosi po fol çe burr me kryeministrin. A është de juna drejtërisht e shikut vetë vendosi sa jo. Nuk ka shik në vendosje. Jo. Po kështu ai vanda, a vetë shoh drejt kallëzon. Po nuk e di sakt rolin e saj. Jo, nuk e di nëse është Jo drenica gjet deni. Më duket se është diçka koordinature. Koordinature. Po vetë kështu ka pak, për dorë zero apo do kështu. Është prokuroria, janë organet ato që... Jo, po do të them vetë, s'po them kurrë. Unë më duhet që po arritë diçka në kaq Ja, tamam punë, ja. Jo sa ajo dol, domethënë dol që s'ke vërtet. Me rezero diçka e poshtë një fal lajmi që s'ke vërtet. Edhe kjo që thanë në Iber Le Pens, domethënë dol që e kanë bërë do serb nëse s'gaboj ashtu. Është një e vërtet për rezervat shtetënore. Kur ka ardhur kryeministër Albin Kurti, rezervat e shtetit, buxhetit kanë qenë 300.000 euro nëse nuk gaboj. Ndërsa me Albin Kurtin kanë kaluar mbi 30 milion euro. Po që ne kena pos një njeri që është duhe gjinji, vetë ka thonë burë. Edhe i ka bo me atë Ridvan Muharremin, ka pos diçka të kontakti, i ka bo thirrje prokurorisë, edhe ata prokurorisë speciale me marrë me pyetje për rezerva shtetërore. Ç'është nuk di çka është puna aty. Nuk përzinë nda drejtim. Asonës përzina veç për të tambaj, ditë që e kena pos, për publikun edhe për audiencën me ditë që... E me gazetar shka kjo burë. Linimit për dhe që bandit e kështu.
S'menoj që është bandit. Ndëgjë se gazetarët, mediat edhe analistat janë vlerë. Çfarë të pëlqen gjuha aty nga çka? A kanë gjuhën e rëndë? Po tash ta vishte përfundoj. Çdo shoqëri në botë është e varfën pa gazetar, analist dhe media. Nuk ka fjalë. Po gazetarët, analist dhe media do të me ka të gjithanshme. Jo të njanshme. Se? Nuk është e ndeshme të çdo natë gjitha ta analistë e shësh, ku e vetë mja shënjesë është Albin Kurti, edhe mu po më duket që ma shumë janë ka vujnë prej Albin Kurtit, sepse që janë ka vujnë për asoj që... Mos nashta është kjo që, domethënë, pak a shumë media ju kanë gjujtë edhe vetëvendosja media. Se po menojnë që i krejt mediat janë me PDK-n ose me LDK-n. S'është qështu e, kanë gabim. Ma nuk po thëjmë ato po të reguën vetë. Ja, s'është qështu, është Po gabim. jo se të kur nëse në gjdo media, në gjdo debat, televiziv, gjdo emision, Po jo. prej moderatorit, deri te A di paneli. pse kanë gabim, sonë e menoj që roli medias është më konë gjithmonë opozit vend. Kështu kanë ndodhur kur ka qenë kryeministri Hashim Thaçi se ti e di që ka dolë afera pronto. Aferën pronto se kanë zbuluar vetëvendosje, kanë zbuluar gazetarë. Sigurisht. A është roli media me ju drejtu me Albin Serbia, Budale, Garnaqa, me shaqja diasporën? Po tash. Budal spajtojnë më thonë as ty se le kryeministrit. Sa ajo është, po mënoj niveli ullë, po... Jo, po thamë dhe të unë e pajtona shumë edhe me lirimin, edhe me Berotin, edhe me gjdo gazetarë, gjdo media, që e shpalos një të vërtet. Po, se lirimi për ndryshe, po besoj që tash nashta dhe kanë me shpoll, është ndër gazetarët më të mirë në Kosovë, investigativ. Që shtë po thujnë burun se